Miq të Rise Up, ju përshëndes, ja kur i takohemi sërish me një tjetër histori suksesi dhe në fakt historia që do trajtojmë sot, jam e sigurt që shumica nga ju do e gjejnë veten aty, pasi bëhet fjalë për një shqiptar i cili e nisi rrugtimin e tij kur nuk kishte asgjë dhe sot po jeton brenda ëndrrës së tij. Me mua sot themeluesi i Rios, një aplikacion i cili në fokus ka inovacionin, teknologji, por gjithashtu ai zotëron edhe një biznes i cili merret me programimin. Me mua sot Alfonso Mala. Alfonso, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju falenderoj për ftesën tuaj. Mirë se vjen në Rise Up, një emision i cili në fokus ka historinë e suksesit njerëzor. Shumica nga ne në fakt priremi të shikojmë atë suksesin, por shumë pak e din ndoshta për sakrificat, për fillimet. Dish që ti e ke nisur si një emigrant në një moshë relativisht të vogël, duke ndërprer po themi edhe shkollën. Na flit pak për këtë periudhë. Po, dhe unë si shumë shqiptarët e tjerë, mbasi kam mbaruar shkollën e mesme, e kam nisur si emigrant. Kam ikur në Greqi si në fillim që ka qenë shumë e vështirë, pasi më është dashur të iki malit në kamp, pa një mundësi ekonomike për ose të ikur me makinë ose në mënyra të tjera, dhe kështu që më është dashur që të marrim malin në kamp, kur i thon një fjalë shqipe. Sa vjeç ke qenë në atë periudhë? Në atë periudhë kam qenë rreth 20 vjeç, tek 20, sapo kisha mbaruar shkollën e mesme. Edhe kam ikur në Greqi, në Selanik më saktë. Aty jam munduar që të punoj, pavarësisht se ishte shumë e vështirë edhe për të gjetur një punë, edhe për të punuar, edhe gjua ishte një problem më vete. Edhe policia që të rinte gjithë ditën në autobus për të kapur, edhe ishte relativisht shumë e vështirë. Në atë kohë, ka qenë viti rreth 2005, që unë kam ndenjur rreth 2 muaj në Greqi, sepse më kanë kapur dhe më kanë kthyer mbrapsht. Pastaj shumë herë të tjera kam ikur, më kanë kapur, kam ardhur, domethënë kjo ka ndodhur shumë herë. Si ka qenë po themi ajo periudhë, cila ka qenë puna e parë që ti nise në shtetin grek? Puna e parë që unë kam bërë në shtetin grek ka qenë me tavane të varura ose me gips, siç e thoshin grekët, gipsanidhe. Kjo ka qenë puna e parë dhe me bojë që boja G. Pra ishte një punë që ti doje që ta realizoje thjesht që të siguroje të ardhurat, pasi dishe që i vogël ke qenë i apasionuar pas teknologjisë. Po, kjo ishte një punë jo sepse unë po them e dashuroja këtë punë, por sepse më duhej një punë që të kisha të ardhura, kuptohet. Ajo që unë dashuroja ose që ajo që unë isha i dhënë ishte teknologjia dhe gjithmonë isha shumë i dhënë mbas teknologjisë. Edhe aty kur punoja, mbas pune po them, ika në një qendër interneti dhe rria për orë të tëra duke eksploruar, duke mësuar gjëra mbi teknologjinë, duke bërë shumë gjëra ndryshme. Ka qenë, po themi, një rrugtim mjaft i vështirë. Mund të dash me publikun, po themi, një situatë që me të vërtetë e ke ndjerë veten, që të është rrezikuar edhe jeta, sepse dim edhe shumë histori të shqiptarëve që kanë humbur edhe jetën në gjatë largimit emigrant nga Shqipëria. Ato kanë qenë të shumta, pasi siç thash, shumë herë kam kaluar malit për të ikur në Greqi, edhe pjesa më e vështirë ishte kur ishte ftohtë, kur ishte dimër, që ishte borë ose shi ose edhe një herë mbaj mend që na ka qelluar një ftohtë shumë i madh, duke ecur rrugësh ishim të nxehtë dhe nuk e ndjenim atë të ftohtin, por në një moment që menduam të rrim, të flem pak, të mos qetësohemi, kemi ngrirë komplet, që mezi kemi marrë veten për të çuar prap, për të 5-6 veta kemi qenë. Kjo ka qenë më e vështira që ishte për të ikur në Greqi, ose pjesa më e vështirë që ndoshta mund të rrezikojë edhe jetën si shumë tjerë që dhe e kanë humbur jetën në këtë mënyrë. Çfarë të shtyu të mos dorëzoheshe dhe ti kaloje, po themi, këto pengesa? Cila ishte forca më e madhe në ato periudhë? Forca më e madhe ishte që gjithmonë mundohesha që të bëhem dikush, mos ngelem brapa me asgjë, që të kem çdo gjë që më duhet. Kjo ka qenë forca më e madhe që unë jam munduar, qoftë duke vajtur në Greqi, qoftë duke punuar me orë shumë të gjata, çdo gjë tjetër që kam bërë ka qenë vetëm kjo, që unë mos ngelem brapa me asgjë, të kem çdo gjë që dua. Kalojmë pak tek pjesa e teknologjisë. Kur nise, po themi, ëndrrën tënde të madhe?
Unë teknologjinë si shtash e kam pas pasion, gjithë që kur kam qenë i vogël ndoshta. Për të parë kam bërë një kurs për kompjutera në vitin 2000, që ka qenë shumë herë, domethënë që nuk ishte kompjuter akoma. Edhe unë kam bërë një kurs atëherë për gjëra të thjeshta në kompjuter. Pastaj kam filluar duke u marrë me kompjutera ndryshme. Në vitin 2005, siç thash, kam qenë në Greqi, kam ndërtuar website-in e parë. Për një grek? Për një grek, po. Që në vitin 2005 të ndërtoj një website ishte diçka jo e vogël, sepse nuk kishte informacion siç është sot. Sot është më e thjeshtë sepse ke social media, ke informacion pafund ku mund gjesh, ndërsa atëherë ishte shumë e vështirë. Edhe prandaj të ndërtoj një website ishte diçka e madhe, do të thoja. Edhe ky ka qenë website i parë që unë kam ndërtuar në Greqi për një grek. Kur vendose që të riktheshe në Shqipëri dhe çfarë të shtyu të riktheshe në Shqipëri? Unë kam vendosur, jam kthyer në Shqipëri përfundimisht, mbasi kam tentuar shumë herë në Greqi, rreth vitit 2011. Di, domethënë, sepse ne nga takimet paraprake më ke treguar një moment mjaft emocional që kishe vetëm një kompjuter dhe shpeshherë të dashur që të rri edhe pa gjumë që t'ju përgjigjen në kohë rekord, po themi, kërkesave të klientëve. Mund ta ndash pak me publikun këtë periudhë të jetës tënde? Unë kam filluar nga shtëpia të punoj rreth vitit 2011-2012 në këto vite. Kisha vetëm një kompjuter të vogël nga ato që kanë qenë si katrorë që na të mëdha dhe kështu. Mezi kam lidhur një linjë interneti sepse në atë kohë nuk është se kisha mundësi financiare për ta paguar internetin dhe mezi kam lidhur edhe ata. Edhe me mundosha që klientëve të përgjigjesha në kohë reale. Rrija gjithë natën zgjuar, po them që ta mbaroja punën sa më shpejt, ose e vendosja telefonin me zot lart që kur dikush të më shkruajë ose të më marrë telefon ti përgjigjem. Domethënë mos e humb si klient. Edhe kjo ka qenë që gjithmonë mundosha t'i rrija klientit sa më afër, t'i përgjigjesha sa më shpejt, t'ja mbaroja punën sa më shpejt. Pavarësisht se ndonjëherë kishte punë që dhe nuk i dija se çfarë janë, por gjithsesi nuk i thoja jo sepse mundosha që ta mësoja atë punë. Nëse do ishte diçka që klienti do ta kërkonte, do t'i thoja që po e bëj, mundosha gjithë natën që ta mësoja edhe që ai donte dhe t'ja bëja klientit. Dhe sigurisht sot në fakt ndërtimi i faqeve të web është një nga punët më inovative dhe më të kërkuara dhe le të themi është edhe ardhmja, por që kërkon edhe shumë investim. Në fakt të gjithë të rinj që po ju ndjekin në këto momente, përfshirë edhe veten time, kemi një pyetje se si të bëjmë para. Do na thuash sekretin se shumica e biznesmenëve nuk është se ta tregojnë këtë sekretin. Të thonë pyet se si kam bërë, po themi, milionin e dytë, po të parin mos më pyet. Mund na ndash disa sekrete se si të bëjmë para? Që të themi si të bëjmë para, që të them unë se si të bëni para, nuk është diçka që me një fjalë dhe ju do bëni para. Se po të ishte ashtu, do t'ua thoja pa problem. Me kështu me një fjalë do të bëjmë thjesht para. Do t'ua thoja pa problem. Por që të bësh para duhet punosh fort. Duhet punosh fort edhe fort. Kjo është e gjitha ajo. Mos u mundon asnjëherë që të merresh të bësh para kollaj, sepse nuk bëhet para e kollaj. Domethënë çdo para që do bëhet kollaj ka një problem brapa. Që të bësh para dhe të jesh i qetë duhet punosh fort. Kjo është e gjitha. Po ndonjë truk ose ndonjë invest ose diçka që ke vënë re që ne ndoshta të rinjtë kemi si problematik në pjesën e të bërit para ose në pjesën e të investuarit? Sot diçka që kam vënë re tek të rinjtë është sepse kur bën një punë, marrin një pagesë edhe mundohen që ta prishin një këto lekët, pastaj të fillojnë prapë të kthehen që të marrin një pagesë tjetër. Dhe kjo është mënyra jo e duhur për të bërë para. Sepse nëse ti do marrësh pagesën, do rrish aq ditë sa për të prishur ato dhe do kthesh prapë për ta bërë, do jetë shumë e vështirë që ti të mbledhësh lek edhe të ngresh biznesin. Gjëja më e mirë është që ti vetëm të vazhdosh punosh, ndërkohë që ti ke arritur atje ku ti mendon që është mirë, atëherë mund të vazhdosh ndoshta edhe të prishësh ose ti lejosh vetes që të prishësh ndoshta më shumë para. Nëse ti nuk investon këto para, nëse Pra po thua që ti investojmë, jo ti marrim paratë dhe ti shpenzojmë, por që ti marrim dhe ti investojmë. Ideja është që jo të prishim më shumë se sa fitojmë, sepse nëse do prishim më shumë se sa fitojmë, atëherë asnjëherë nuk do jemi aty ku duam. Do jemi gjithmonë
në një nivel të ulët. Po kjo teoria e të kursyerit para, do më thënë, funksionon apo këto para që kemi ne duhet t'i investojmë, po themi? Shiko, dikush mund të investojë, dikush mund të kursejë. Jo të gjithë mund të investojnë. Nëse dikush ka një punë, ndoshta thjesht do kursejë ato lekët për të rritur llogarinë e tij. Dikush tjetër mund të investojë për të hapur ndoshta një biznes tjetër. Kështu që të dyja janë të ndryshme. Ai që ka prirje për të investuar, do investojë dhe do hapi diçka të ndryshme ose do rrisi biznesin e tij. Kurse ai që do të kursejë, thjesht mund të kursejë dhe kaq. Doja të pyesja në fakt edhe për një ditë nga jeta jote, si funksionon po themi puna që ti konkretisht posedon edhe ke edhe një staf i cili merret me këtë pjesën për procesin, edhe për publikun që po na ndjek në këto momente. Ku konsiston po themi shërbimi që ofrohet? Po. Unë kam një staf, kam një kompani për rreth 20 vetash. Neve shërbimet tona janë dizajn dhe programimi. Kryesisht punojmë me Amazonin. Bëjmë dizajnin për Amazonin, edhe ndërtime website ose aplikacione për klientë ndryshëm, të cilët janë kryesisht amerikanë. Po shqiptar? Shqiptar nuk kemi punuar me shqiptar. Kemi ndonjë tek tuk, por jo se punojmë shumë. Kjo është. Po themi shqiptarët që po na ndjekin në këto momente që duan ndoshta të ndërtojnë edhe një web për pjesën e dyqaneve online, si mund t'ju gjejnë përmes rrjeteve sociale? Të gjithë mund të na gjejnë shumë thjesht duke kërkuar në Google Kostriçani, emri i kompanisë tonë, edhe do dali direkt në Google për Keni zgjedhur një emër shqiptar? Kostriçani është një emër shqiptar, është puro shqiptar, është një qytet i vjetër nga vendlindja ime që është quajtur Kostriçani para shumë mijëra vjetësh, edhe si vend quhet Kostriçani. Nga ai unë kam marrë emrin e kompanisë. Pse zgjodhe këtë emër? Ke ndonjë lidhje emocionale me vendlindjen? Thjesht sepse aty është vendlindja ime, edhe Kostriçani është një emër i veçantë, të cilën është edhe kollaj për ta gjetur në social media ose në Google ose në motorët e kërkimit. Krahas programimit, kohët e fundit ke lançuar në treg një aplikacion mjaft inovativ, Rio. Një aplikacion i cili në thelb në fakt menaxhon dhe koordinon lëvizjet e taksive të shumë i thjeshtë për të përdorur. Na thuaj pak si të lindi ideja për të sjellë në treg një aplikacion të tillë. Atëherë, ideja që ne kemi pas për të sjellë Rio në treg ka qenë, duke qenë se ne si stash punonim me të huaj, kishim kontakte shumë me të huaj, edhe gjithmonë shikonim që të huajt kur vinin në Shqipëri kishin problem taksit. Domethënë nuk gjenin taksi ose merrin çmime shumë të shtrenjta ose nuk domethënë merrin një shërbim shumë të keq të taksive. Edhe nga kjo ne menduam që të krijojmë Rio, që ishte një aplikacion që të huajt jashtë e përdorin shumë. Jo Rio, po aplikacione të ngjashme. Nga kjo ka ardhur ideja që ne të krijojmë Rio për të ofruar shërbim kryesisht të huajve. Në fakt e mira që ka Rio është pasi ti po themi ke edhe çmimin, ke edhe shoferin dhe të dërgon edhe disa oferta. Që ti do me thonë programon rrugën se ku je, ku do shkosh, edhe të dërgohen disa oferta nga shoferë të ndryshëm. Edhe kjo është diçka shumë e mirë sepse ti po themi mund të zgjedhësh ofertën më të mirë dhe të krijon po themi edhe lehtësira. Por doja të pyesja për këtë pjesën e sfidës. Je hasur po themi me ndonjë sfidë pasi e ke lançuar si aplikacion, sepse sigurisht që kur ka teknologji ka kundërshti të forta, sepse ne jemi mësuar me atë zakonin e vjetër ndoshta të porositjes së taksive përmes celularit. Po, sfida më e madhe për momentin në Shqipëri është që akoma njerëzit nuk janë mësuar për të përdorur një aplikacion për taksi. Janë akoma me atë mënyrën e vjetër që përdorin telefonin për të marrë taksi. Kurse ajo që shikojmë te të huajt është komplet ndryshe, sepse kur të huajt zbresin në aeroport përdorin aplikacionin. Nuk përdorin telefonin ose nuk shkojnë të marrin taksi direkt aty ku rrin taksit, për arsye sepse si thash, të shkojnë të marrin taksi direkt do marrin çmime më shtrenjtë. Nëse marrin nga aplikacioni do kenë çmime të ndryshme që mund të vinë në aplikacion. Duke qenë se ne kemi opsionin bid. Kështu që mund ta zgjidhin çmimin, mund ta zgjidhin shoferin që ju ka dërguar çmimin, edhe ka shumë. Edhe me kryesore është janë të sigurt në aplikacion. Për arsye sepse
Shoferi do jetë i detyruar që të sillet mirë, ta çojë mos e gënjej qoftë pagesën, qoftë gjë. Ka dhe review atë. Ka review. Po. Domethënë klienti i le review, edhe të huajt gjëja kryesore që kanë është review-ja. Domethënë në çdo gjë që bëjnë, review-n e kanë kryesore, qoftë në blerje, qoftë në çdo gjë që ata bëjnë kanë review-n gjën kryesore që përdorin. Në fakt gjithë shqiptarët po të vëshërej porosisin ushqim përmes aplikacionit, edhe është e njëjti shërbim, po themi, po thjesht është i fokusuar tek pjesa e taksive. Dhe besoj se do vi një moment që të gjithë do e përshafojnë, po themi, si një inovacion në treg. Po, qofse mbani mend para rreth 2-3 vjetësh, në mos më shumë, në diçka e tillë, është që ne të gjithë porositim një picë ose një ushqim me telefon. Ndërsa sot rreth 90% e njerëzve porositin me aplikacion. Domethënë kanë filluar të porositin aplikacion të ndryshme siç janë në Shqipëri. Kështu që të gjithë ju që po na ndiqni në këto momente tek Play Store të shkarkoni Rio, sepse me të vërtetë është një aplikacion i cili ju zgjidh punë, edhe shoferi ju vjen tek kombët tuaj në kohë reale, por mbi të gjitha do merrni disa oferta nga taksistët, me sa di janë diku tek 500 taksistë që janë të shtrirë në të gjithë Shqipërinë. Për momentin kemi rreth 500 taksistë të regjistruar, e shumta janë në Tiranë, por kemi në të gjithë Shqipërinë. Në fakt ajo çfarë më tërhoqi vëmendje është Rio. Është një fjalë e cila të mbetet në mendje. Ka ndonjë kuptim simbolik? Arsyeja që kemi zgjedhur Rio është e para është sepse është një emër që mbahet mend shumë kollaj edhe shumë i shkurtër. Kjo ka qenë gjëja kryesore. Rio do thotë Ride in One. Por përpos kësaj është edhe emri i çunit tim të vogël, Rio. Krahas punës, do të pyesja pak edhe për kohën e lirë. Si e kalon kohën e lirë? Atëherë kohën e lirë unë e kaloj në 90% të rasteve vetëm me dy çunat e mi, që kuptohet i dua shumë dhe kjo është ajo që unë bëj në kohën e lirë. Le të themi është ndjenja më e bukur të jesh baba dhe të kesh dy çuna. Edhe ato janë tipa teknologjie, si kanë pirje, do ndjekin hapat e babait apo? Djali i madh është 6 vjeç, kurse i vogël është 2 vjeç. Ai që është 2 vjeç akoma është shumë i vogël për ta kuptuar se çfarë do bëjë, kurse djali i madh është shumë i dhënë mbas teknologjisë. Domethënë është po them që më kanë ngjarë mua sepse ka qef në robot, ka qef kompjuterat, të gjithë llojet e teknologjive i ka shumë qef, është shumë i dhënë. Alfonso, jam e sigurt se çuni jot në të ardhmen do na sjell sa robot tu në Shqipëri, si në Kinë. Besoj se po. Se në fakt, po më thoj edhe nga udhëtimi që ke bërë në Kinë, që atje teknologjia është mjaft e avancuar, që ka robot, që ka makina, po ta krahasosh Shqipërinë, po themi me Kinën. Jemi shumë brapa si vend? Shiko, Kina është një vend, unë kam qenë tani para disa ditësh dhe kam parë që Kina është një vend shumë i zhvilluar. Në të gjitha vendet e tjera që kam vizituar, Kina ka qenë on top në të gjitha këto. Me shumë teknologji, shumë infrastrukturë, çdo gjë shumë e bukur. Por gjithsesi edhe në Shqipëri kemi filluar që të sjellim, po themi, inovacionin edhe fal investitorëve si ju që sjellim, po themi, risit më të fundit duke na lehtësuar disi jetë. Siç e nisa në fillim të intervistës, e nise si një emigrant dhe u riktheve sërish në Shqipëri për të investuar, punuar, por edhe për të jetuar. Çfarë do ju thojë të gjithë atyre shqiptarëve që janë emigrant dhe ndoshta shohin këtë intervistë, një mesazh ndoshta për të rikthyer në vendin e tyre? Çfarë do ju thojë? Unë doja thoja që pavarësisht se sa do i bukur që mund të jetë vendi ku ata jetojnë, vendi më i bukur është Adeo. Kështu që në çdo vend që mund të shkosh, ajo që do të ofrohet më mirë është në Shqipëri ose Adeoja. Mund të kesh shumë gjëra, mund të jesh kushdo në një vend të huaj, por si në vendin tënd nuk do ndihesh asnjëherë. Çfarë do që të kesh atje. Alfonso, doja të pyesja në fakt për aplikacionin Rio. Çfarë do ketë risi? Çfarë do presim ne në të ardhmen? Atëherë, ne me Rio jemi duke punuar shumë fort. Për momentin po punojmë që ta hedhim, ta launch edhe në tregun kosovar. Kështu që të jemi të pranishëm edhe atje. Edhe po mundohemi që të fusim shërbime të ndryshme, ndoshta në një të ardhmë shumë të afërt. Ajo që ne duam të bëjmë me Rion është që të jemi faktor në treg.
Mund të ofrojmë një teknologji shumë të lartë, kemi shumë opsione ndryshme. Kjo është. Dohet pyesja në fakt për gjithë të rinj që duan të merren me programim. Është, po themi, profesioni së ardhmes, sa u sugjeron të rinjve që të merren me këtë lloj profesioni? Po, programimi është profesioni i ardhmes, është një profesion që asnjëherë nuk ka për të ikur, si inteligjenca artificiale avash po heq disa nga profesionet, por programimi asnjëherë nuk ka për të zhdukur. Dohet pyesja në fakt për ChatGPT-n, sepse në kohët e fundit kam dëgjuar edhe mjaft komente që thuhet që kjo po dëmton trurin e njerëzit. Si e gjen veten, po themi, në raport me këto komente? Do e lehtësoj, do e përmirësoj jetesën e njerëzit inteligjenca artificiale, apo do e dëmtoj më shumë, po themi, këtë pjesën e kreativitetit? Në vitet e para kur ka filluar të shfaqen kompjuterat, të gjithë menduan që kompjuterat na kanë zënë vendet e punës, do zëvendësojnë njeriu. Por pam që nuk ndodhi ashtu. Ndodhi komplet e kundërta. Ndodhi që kompjuterat na ndihmuan, na erdhën ndihmë për çdo gjë që ne zhvillohemi. Edhe mendoj që e njëjta gjë me inteligjencën artificiale që është sot, do jetë një ndihmë për njerëzit, edhe nuk do jetë një pengesë. Do zhvillojë njerëzimin. Në fakt, kam lexuar që shumë universitete prestigjioze, domethënë po bëjnë edhe trajnime se si të përdoret ChatGPT-ja. Si e mendon këtë pjesë? Duhet që të ketë edhe trajnime, po themi, në universitetet shqiptare? Kjo është diçka e mirë, sepse kjo i ofron studentëve se të përdorin, të marrin të mirën e inteligjencës artificiale. Domethënë, ato që inteligjenca artificiale ofron më të mirë, ne t'ja marrim atë, pse mos e marrim? Domethënë, është një lloj sikur ne të kemi një inxhinier në shtëpi, pse mos e përdorim këtë inxhinier të bëjmë diçka të mirë dhe mos e përdorim për gjëra të këqija. Kjo është gjë shumë e mirë që është futur nëpër universitete, siç thash, që të marrim më të mirën e asaj që ajo ofron. Kuptoj. Alfonso, në fakt, si pa kuptuar, kemi ardhur thuajse në fund të kësaj interviste, ishte një intervistë shumë emocionale, me shumë informacion, por para se ta mbyllim këtë intervistë, doja që të pyesja në lidhje me VPN-n. Pas bllokimit të TikTok, shumë të rinj, përfshirë dhe unë, e kemi të shkarkuar si aplikacion. Është e vërtet që të vidhen të dhënat në telefon? Mund na japësh një informacion në lidhje me këtë pjesë? Kjo është e vërtet, por jo në të gjitha VPN-at. Varet se çfarë programi përdor. Në të shumtë rasteve, nëse e përdor premium, ja tregoj unë VPN-n që kam në celular. Nuk ka një rrezik. Por nëse përdor free, ka një rrezik të madh. Ja, është kjo VPN-ja këtu. Nëse ajo është free, atëherë ke rrezik. Është free. Nëse ke premium, nuk ke asnjë. Po për momentin e kam disconnected. Po, atëherë ke një rrezik që mund të vijeni të dhënat, po. E kuptoj. Të gjithë ju që po na ndiqni në këtë momente, shkarkoni një VPN premium. Po, nëse doni të jeni të sigurt. Është me pagesë vetë kjo pjesa. Nëse doni të shkarkoni një VPN, e para duhet të jetë premium dhe e dyta shikoni review-t. Shikoni review-t aty ku e shkarkoni, sepse këto janë gjëra që e bëjnë atë të sigurt. Mirë, Alfonso, të falenderoj shumë për të gjitha emocionet e bukura, por mbi të gjitha dhe informacionet. Faleminderit edhe suksese me Rio. Faleminderit edhe juve. Mirë, ishim me Alfonso Malan, themelues të Rios, por edhe programues. Ju falenderoj për vëmendjen, ne do ndajemi për të takuar sërish në Rise Up në ekranin e Fox News me një tjetër histori suksesi. Mirë, u takofshim.